si Aldës të ja tregoj e fjallë tjerve. Ka qenë krahu i djathtë në të shtëpi për Danjën. Ka qenë mbështetja e vetme që ajo e vinte kokën pa e bërë mendjen që po bëj mirë që po e besoj një personin apo jo. Se Aldo ja ka provuar që ka qenë shok i vërtet në këtë shtëpi. Prandaj patën edhe debatin dje. Ja ka vërtetuar, po Danja nuk mendoj që e ka pasur aq të vërtet gjithë gjën se Danja nëse ti sillesh kështu në krahasim me Aldon, Aldo e ndan çfarë është e vërtet edhe çfarë është lojë. Danja edhe gjërat e vërteta i bën për lojë. I bën të vërteta, po i bën në kuadër të lojës. Bravo. Që është diferenca? Atëherë, pse dul kjo pjesa që Danja nuk është e vërtet edhe bën e për lojë? Sepse nga 4 që ishin, gjithë ndonë. Po. Faj ku ishte? Po. Dihet, jo, kuptohet, po tani po del, tani që është loja në momente më kulminante, tani po del fytyra e vërtetë të gjithëve. Jo vetëm e saj. Jo, gjithëve. Po, unë mendoj që ajo e ka ndjerë që nga fillimi, gjithë të xhelozinë e lehtë që ka ndaj meje, e ka ndjerë që nga fillimi, se jo më kot, më ka sulmuar edhe para Aldos, më ka sulmuar. Edhe për ti, tha, si dula jo pjesë në faqet në pesë, që tha ki gjanë shoqës reja, si dhja tha jo. Po, i het punja të vërdal, po që nga fillimi, pa u krijuar ky raporti, pak më ndryshe që është tani, edhe me atë raportin që ne kishim, si dy njerëz që vlerësojnë njëri tjetrin dhe bisedojnë dhe kalojnë kohë bashkë. Edhe atëherë, ajo më sulmonte edhe para Aldos, që të më thirrte të keq edhe para Aldos, dhe mbi gjitha për ça më sulmonte për fjalë që i dëgjonte vërdall, që nuk i kishte parë vetë si veprime, edhe thjesht bazohej në ajër, edhe vinte më gjykonte, që prapë i tregonte veten që ti po bazohesh në gjykimin ndaj një personi, në një fakt që nuk e ke parë me sytë tu, thjesht e ke dëgjuar vërdall, që mund të përgojohet si të duhet nga banorët e tjerë. Më ka sulmuar, unë kur kam marrë ditët e para këtu, ka qenë ai shoku realitet live, edhe kam shkruar diçka të pasqyra aty, kam shkruar ditarit tim, dhe kam shkruar që kam ardhur në një ballo me maska, dhe unë kam harruar të marr timen me vete, e kam lënë në shtëpi. Dhe Danja tani, nuk e di si është interpretuar nga banorët e tjerë, po fjalia thelbësore e gjithë shkrimit ishte kjo, nuk e di si është interpretuar nga banorët e tjerë. Danja më thot mua, dihet tani e sulmuar nga i shkrimi im që ishte ndjesi, të ti së pari po gjykon ndjesitë e mia, që nuk e të drejtë në botë të më gjykosh mua se çfarë ndjej dhe çfarë përjetoj unë këtu, nuk e ti ajo që më gjykon mua ndjesin. Dihet e sulmuar, se në mendjen e saj dhe në universin që Danja jeton, ajo nuk ka një maskë në këtë shtëpi. Dhe ndihet e sulmuar tani që pse unë kam parë sikur ajo ka një maskë, edhe unë nuk kam maskë, dhe unë nuk kam